Nëse keni ba mirë, e keni gjetë keq, a i keni ra pishman. A i keni dëgju fjallën e urtë popullore, toto prej ati që i ke ba mirë, toto prej të mirës tane, buka jote të vret. Kjo fjallë e urtë e popullit tonë nuk ka lindur rasisht. Ajo është nxjerrë nga përvoja, nga zhgënjimet, nga plagët që nuk duken por dhemin më shumë se çdo goditje tjetër. Kjo nuk është thjesht fjallë e urtë, është rrethim i shumë jetëve, është heshtje pas një zhgënjimi të madh. Sepse shpesh njeriu që e ke mbrojtur më së shumti, ai të sulmon. Ai që e ke arsyetuar para të tjerëve, ai të përfol. Jo pse ke bë keq, po sepse mirësia jote ja kujton dobësinë e tij. Ka njerëz që nuk dinë të mbajnë borxhin moral. Ka njerëz që në vend të mirënjohjes ndjejnë xhelozi dhe kjo nuk dhem tradhtia e armikut, ai është armik, dihet, dhem tradhtia e atij që i ke besuar. Mirësia jote nuk ishte interes, ishte zemër, ishte empati, ishte bindje si njeriu kupton, por jo të gjithë dinë me kuptu, jo të gjithë dinë me mbajt mirësinë si amanet. Disa e shohin si dobësi, disa si bërë që duhen me zhduk duke të lëndu. Ka njerëz që nuk të falin pse u ke ndihmu, sepse pranë teje ndihen të vegjël, të dobët, sepse mirësia jote u ka treguar çfarë nuk janë më të vërtetë. Prandaj, mos i hapni dyert të shpirtit kujdo që troket. Mos e tregoni plagët e juaja atij që nuk t'i njeh dhimbjet. Bëj mirë sepse kjo të bën njeri, por mëso me u ndal, mëso me thon mja, mësohu me zgjedh kujt ja japësh zemrën, kohën dhe besimin. Sepse kur ti lodhesh duke dhënë, askush nuk e kthyen lodhjen mbrapsht. Kur ti thyesh rrallë kush e vren, e në fund nëse ke bën mirë e ke gjetë keq, mos u turpro, mos ndrysho. Vetëm bëhu i mençur. Mirësia me kufi është forcë, mirësia pa kufi të lëndon. Sepse kur jep gjithçka pa mas, disa njerëz nuk të respektojnë, të shfrytëzojnë. Dhe kur ndalon të dhëni, bëhesh i keq. Në jetë nuk duhet të kemi frikë nga armiqtë e hapur. Ata i njohim. Duhet të jemi të kujdesshëm nga ata që na buzëqeshin, por nuk na durojnë suksesin, forcën apo qetësinë. Prandaj, kjo fjalë e urtë mbetet aktuale edhe sot. Mirësia pa mençuri të lëndon. Bëj mirë për mos harro. Kur ti pret me u vlerësu, me tu kthy, duke pritur me u pa e mira jote, fillimisht zhgënjesh nga vetja, sepse ke menduar kështu, e pastaj zhgënjesh nga njeriu që nuk po ta kthen me të mira të mirësi që ti ja ke dhënë pa kursim. Prandaj bëj mirë, por mos e mbaj në mendje kthimin. Gabimi është për shkak të pritshmërisë tënde. Mos prit asgjë nga askush. Mos e bëj për hatër të askujt. Mos e lidh mirësinë me reagimin e tjetrit. Bëj mirë sepse je njeri, sepse kështu e ke zemrën, sepse kjo të mban të pastër. Lëre Zotin të bëj kthimin, sepse ai nuk harron. Dhe kur kthen në mënyrën që as nuk e ke imagjinuar. Ndoshta jo sot, ndoshta jo nga ai njeri, por do të kthehet edhe më fuqishëm, edhe më drejt, edhe në kohën e duhur. Kur bën mirë dhe pret me të kthy, zhgënjesh dy herë. Një herë nga njeriu dhe një herë nga pritja jote që kishe për të.